Rreth 24.2% e familjeve në Shqipëri rezultojnë të kenë pagesa të prapambetura që lidhen me qiranë e shtëpisë, fatura shërbimesh, energji, ujë, ngrohje apo blerje të pronave me këste, sipas të dhënave të Eurostat që i takojnë vitit 2023. Kjo do të thotë se afërsisht 1 në 4 familje ka vështirësi reale për të përmbushur në kohë detyrimet në lidhje me menaxhimin e banesës. Ky nivel është dukshëm më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila në 2023 qëndron në rreth 9-10% dhe pozicionon Shqipërinë ndër vendet me vështirësi të larta për të përballuar kostot e banimit pas Greqisë, Maqedonisë së Veriut e Turqisë. Krahasuar me vendet e Eurozonës, ku përqindja e familjeve me vonesa në pagesa është rreth 9.5%, situata në Shqipëri është më shumë se 2 fish më problematike. Kjo përqindje lartë e familjeve që nuk përballojnë faturat e shtëpisë tregon se një pjesë e konsiderueshme e tyre janë financiarisht të brishta, të ekspozuara ndaj goditjeve të vogla ekonomike, rritje çmimesh, humbje të ardhurash apo shpenzime të paparashikuara. Në shumicën e vendeve të Europës perëndimore, si Gjermania, Franca, Holanda apo Austria, vetëm 5-10% e familjeve kanë pagesa të prapambetura, çka e vendos Shqipërinë shumë larg standardit evropian të përballueshmërisë financiare. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, situata është përgjithsisht më problematike se sa në BE, por Shqipëria mbetet ndër vendet me nivelin më të lartë të vështirësive. Me 24.2%, Shqipëria ka një përqindje më të lartë se Serbia, 17.9%, dhe më afër vendeve me presion të fortë financiar si Turqia, 26.3%. Shqipëria pozicionohet mbi mesatare në rajonale dhe shumë larg BE-s, duke reflektuar një kombinim faktorësh si të ardhurat e ulta, kostot relativisht të larta të jetesës dhe mungesën e mekanizmave mbrojtës për familjet. Të dhënat të tjera të detajuara nga Eurostat tregojnë se Shqipëria ka ende kostot më të ulta në çmimet e qirave dhe faturave utilitare, por nga ana tjetër ka një përqindje të lartë të familjeve që nuk kanë mundësi të paguajnë në kohë këto fatura. Situata në vitet në vijim mund të vijë në përkeqësim për shkak se çmimet e shtëpive në Shqipëri janë duke u rritur më shpejt se pagat. Sa kaq, kostot e jetesës po rriten në tërësi, duke e bërë menaxhimin e faturave që kërkon shtëpia edhe më të vështirë.